Po pse e ke kështu, e ke edhe ke gegën tënde? Jo se është puna. Absolutisht mua ky, unë nuk jam përplas kurrë edhe në kohën që isha ministër. Jo, vetëm një herë me përplas në parlament. Se i Sulmon nuk bën sikur Sulmon. Sepse ne kishim, nëse më kujtohet, kishte atë projektin e petroliferës në Vlorë që kërkonte për me marrë ca pjesë aty edhe. Në fakt unë kisha pa pengesë disa herë atij problemi, edhe erdhi koha në parlament kur po diskutoshin, m'akuzoi, ma futi kot, m'akuzoi pa pikë bazë, s'kishte bazë. Ishte hera e parë që m'akuzonte. Dhe çfarë tha? Ne ti tha mos je implikuar me këtë, tha, unë s'kisha asnjë problem me të, unë isha pa pengesë disa kohë gjithë ministrive tjera. Edhe pastaj fola me te, ju ktheva i thash jo e ke shumë gabim dhe mes tjerave i thash ti thash e ke thy kodin e malsorit. A kështu i the? Po, e ke thy kodin e malsorit, i thash se ti e ke gojën shumë shfrenuar, edhe ti nuk matesh, a është burr, a është grua, a të preke familja, jo mua i thash, po të tjerë. Edhe aty pastaj nuk mu përgjigj fare, nuk më kthej përgjigje. Unë kam patur i takim edhe në 91-shin me te, kam në 2 orë me te 91-shin, kur ishte deputet ky opozicë, unë i pozicë, edhe nuk me më kthej me dërgoj një shok timin, i tha, thuj Viktori, tash nuk kemi përplasje mo. Dërgoj njëra, po, më thash, i ke thuj Viktori, sepse edhe vetë ishte ndërgjegjshëm, se unë nuk ishe impliku ma zjetë. Pas ka rregulluar me bërish. Edhe u tërhoq. Edhe një tjetër, pastaj në pukën e 2005-ën, kur ka qenë në pukë me Zofina Topallin, ka bërë takimet e strukturave, i kanë thënë pse solt filan kandidat këtu, ka thënë e sollëm se e dim se këtu fito Viktori, le të fitojë se s'na prish punë. Tani i ka bërë më shumë të mira Shqipërisë apo të këqija? Unë jam i bindur që ky Shqipërisë i ka borxhe të mëdha. Edhe këtë e them me ndërgjegje. Pse? I ka borxhe të mëdha. Çfarë borxhe ka? Shumë borxhe të mëdha i ka. Sidomos nuk ka lënë gjë, çdo gjë qeveria shkatruar. Shkatruar arsimi, shkatruar shëtësia, shkatruar industria, shkatruar bujqësia. Ju socialistët e ndërritur ju. As nëse keni ndrit. Po pak më mirë se ky po. Ma mirë se ky po. Tani të thuashin më mirë se dikush e ka keq, s'është ai kështu. Realiteti ky është. Po unë them që ky do të hiki orë më parë nga skena politike. Ky nuk ka që duhet skena. 81 vjeç. Datë 15 mbush 81. Po më mirë të mushi sa doje, po nuk ka pse të rrënd. Vetëm 97 aty nuk i falet. E kemi si gungë? Vetëm këtu nuk i falet. E kemi si gungë në kurrizë? Po, edhe do ta kemi shumë gjatë. Edhe pasojat e saj kena për të pasur më gjatë. Dhe po të ishte ky në njëri civil, dhe ndershëm do thotë, i dashur popull, me falni, sigurisht eksperjenca ime politike ishte sa ishte ke PP-ja, se ka qenë fanatik i PP-s, dhe si stot, fanatik jegër i PP-s ka qenë. Unë nuk më mohoj se kam qenë 2 vjetë sa antar i partisë punës, nuk e mohoj, dhe kam qenë me dëshirë, nuk kam qenë me zërë. Por ama, këtë sinqeritetin të... Por ama, këtë do të thonte, eksperienca ime në demokraci e në politikë ishte, u bon kjo që u bon, ju kërkoj ndjes, letë më erën nga në dhe të cisë me mund të ashtë të shkërë vetë buzë dhe bartë mjekot, nuk rrimatu. Atëherë do fitote pikë. Po do tjetër? Sepse ju dhanë shanset për shumë gjëra. Këtu i në grupë deputetesh që kemi qenë në parlament. A i eshte mos që bëj deputeti... Këtu e deputeti Krujs, me kravat verdh. A i tjeti është i Mirdic, edhe këtë tjeti më duke... Po do tjetër? Ashtë tani nga ana jote. Këte... Lene këtë të shë. Pse i bërë duart ashtu? Edhe kë... Kusha bëri? Edhe kë... Ja, për kusha bëri, kja ka bo vetës, në ratë parë. Me vërtet? Po. Në ratë parë ja ka bo vetës. Pastaj po e bore vetës, me le po ta hedhin gjithë pastaj. Si shumë grupe armiqësore i dolën e Tiranës. Kush? E Tiranës. Po i dolën, pa atë ka të bëj edhe ajo që thashon, që unë them këtë predin, do të jetë më i matur në përzgjedhjen e niveleve të tilla. Më i matur. Me kujdesshëm. Sepse ja do. Ky doli Mahmeti. Ja, ishtë zëvën së kërministri të ashi, ik në rati, edhe fillan e flet të ashi për kërministri. Po unë kam pasë yllu i bufin, e kam yllur, ka qenë, po më thëmë, ministri me ideal që njohon. Me ideal? Me ideal. Ministri shkëllqyër që kam punu me te, kishe lezet. Menagjot e ndër shkëllqyër, kishte mardhani shkëllqyër, i punon të menja larkë të mamë, si që du t'i punoj një ministri, po të ashi unë po të ndodhe i gjatë dale unë të shaj yllu i bufin, ose unë dalet shajt ashi fatos nana, apo i linë mete, apo dili majkon që kanë punu me to, po jo. Ato që i kanë bo vetë, jashtë meje. Por, Tani ti parësi se ke ikur voton për sëmë, pëse? Nuk diskutohet. Nuk diskutohet. Do fitoj kjo garën? E pa diskutushme. Po pëse po? Po së nëzjerin kandidat, nuk nëzjerin do të kandidat.
ja kanë lënë një tjetër nga shoqëria civile, thot. Pse do votosh Olgertën? Pse do votosh Olgertën? Do votoj Olgertën një herë në radhë parë që në fund funit, unë ai çmoj kësaj, sidomos ja çmoj shumë ato përpjekjet e saj, lese çton këto opozicë, kur ka qenë Ministre Covid. E shëndetësisë. Unë e kam pa herë në aeroport kur kjo po përcilte ekipin tonë atje, që kuptohet që orë më ziheste, sepse ishte 9 ditë në punë. Me dhe ati ja vlerësoj, absolutisht. E vlerëson? Absolutisht e vlerësoj. Lesi që ta ka vjetë. Ishte zgjedhje e bukur e Ramës? Ato të merren atje. Ora, unë jem me parimin tjetër që Ministri i Shtetësisë do të jetë i mjek nga më të mirët të Shqipërisë. Jo, si kandidat për Bashkinë Si kandidat absolutisht po. Është e mirë? Absolutisht po. U tregojnë zgjedhjet e kësaj. Do fitojë zoti? Pa diskutueshme. Pa diskutueshme. Edhe po të ketë kandidaturë shumë të fortë të vetë Partisë Demokratike. Tani pensioni që ke bërë si patronazhist tani. Jo, s'jam patronazhist, unë them vërtetën. Unë them vërtetën. Ka një foto tjetër që është kështu dhe si lajm i ditës, nuk e di. Ky është kandidat shumë kandidat i shoqërisë civile. Jo, ka shumë mundësi të jetë i opozitës tani. Po do regjistrohet si i pavarur. Jo, nuk e di më. I pavarur se ka diskutime që jo, mund ta mbështes Partia Demokratike. Po mbështet po, po i pavarur do të jetë i pavarur. Thuaj një koment se ti je politikan i vjetër dhe i di si funksionojnë këto. Nuk e di, po ka dy probleme. E para për mua zgjedhjet në Tiranë gjithmonë nëse nuk i themi kod lokal, zgjedhjet në Tiranë zgjedhje politike. E para, e dyta. Partia Demokratike deri tash pretendon se në 19 maj janë vjedhur zgjedhjet. Ty ta provojë tash. Sepse një bashki ke mundësi. Okej, kjo është partisë, po si Florian Bina, si aktor, si një njerëz që e njohin njerëzit si artist. Nuk kam asnjë vërejtje për te, por për mua është ngarkesë e madhe. E fiton? Jo. Zbret fjalë? Jo. Ata duan njerëzit, qeshin njerëzit me atë. Ata duan njerëzit atë, fiton Olgerta. Fiton Olgerta? Nuk pa diskutim. Qëse do i kishe para këtu, çfarë do i thoshe Florian Binait? Që unë do t'i thosha ke marrë barë jashtëzakonisht madhe, sepse për dy arsye. Spari nuk është provuar asnjëherë në këtë fushë, dhe ky qyteti është numri 2, numri 2 i shtetit. Nga kryetari i bashkisë, Franca që është qytet shumë, nga kryetari i bashkisë fluturonte edhe u bante president. Edhe Rama kështu shkoi. Dhe e dyta është mandat shumë i cunguar, është mandat i vitit gjys. Çka ke mundësi të bash? Është mandat shumë i cunguar. Po mund të bëj për qeshur njerëz. A për qeshur për çka kemi bëj qef në shqiptar, ta duam në gjë tjetër. Zoti Viktor Doda, të falenderoj shumë që më ka rrjedh intervista në një formë të tillë që kam kaluar çdo limit të kohës, po është ai rasti kur halal them le të ketë kaluar koha sepse u kënaqa dhe me të vërtetë jam shumë i njohës për këtë bisedë. Edhe unë jam mirënjohës ju për ftesën edhe për mënyrën e bashkëbisedimit. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni për sot nga unë Len Çafoku, mirupafshim.